Si e njohun familjen Berisha, flet Eni Çobani. Pak njerëz e dinë se Argita Berisha ka qenë mikesh me Eni Çobanin, shoqe klase në kursin e jurisprudencës. Çobani është dëshmitare e njohjes dhe dashurisë së Argita Berishës me Jamar Bermaltezin dhe e ftuara speciale në dasmën e tyre. Në një intervistë për një emision, zonja Eni tregon se si e njeh çiftin dhe familjen Berisha. Unë kam shoqe Argitën dhe shok Jamarbrin. Me Argitën kemi qenë në një klasë në shkollë të lartë në juridik, ndërsa me Jamarbrin jemi moshatar. Baba i Arbrit me Tim Atë kanë qenë shumë miq. Po ashtu me Saliun dhe Lirien Berishën jemi komshi. Kemi jetuar për vite afër njëri tjetrit. Argitën kam vite që nuk e kam takuar sepse unë u largova nga fakulteti i drejtësisë dhe u futa në pozicione të arta, ndërsa Argita dha mësim si pedagoge në Kosovë për shumë kohë. Argita si vajzë politikani është profili më i thjeshtë dhe modest që kam takuar ndonjëherë, nëse e krahasoj me vajzat e politikanëve të tjerë. Kur ishim në shkollë, nuk e kuptoje nëse ajo ishte vajza e presidentit. Këtë vajzë e ruante gjithmonë një njeri në bazë të protokollit, por ne nuk e kemi parë kur atë njeri që qëndronte shumë në distancë nga ambientet e fakultetit. Edhe ne kemi kuptuar shumë vonë që ai njeri ruante Argitën, kaq e thjesht ka qenë kjo vajzë. Ruaj respekt të veçantë për miken time të veçantë, tha zonja Eni.